të kishmizon. Edhe duhet mërujt njeri, sidomos idealistat njerës që kanë punu, duhet pas kujdes. Por, unë e kam idenë për luftitarët e lirisë. Të gjem, luftitarët e lirisë, pa morë parasysh kanë mujnë me bon. Nuk mujnë me bon ma shumë ketë se sa kanë bon mirë për atë dheun. Apo kupton, ata mujnë me dëmtu vetën, jo shtetin, se aqë shumë kanë bo mirë për atë dheun, për lirin, sës edhe me dash nuk mund me bo keq ma shumë se sa kanë bo mirë. Bravo, Darë të gjithi. Kjo ke shumë e ronë, për ato që e kupton. Dhe me thonë ma e shtrejt se jeta nuk o. Absolutisht. Edhe kom respekt shumë për këta njerëz të cilët kanë sertifiku. A mund me pos në koalicion të mundur, prof? Po unë kam propozu për mes Facebooku, tashmë si po flasur. Po Facebooku që je ma aktivi burri, ma shumë të ty për që jenë postimet. Ndëgjëm, e kom propozu Ramushi mi adhon votat, edhe që mos të hinë qeveri. Mi adhon e 4-5 votat, sa për vynë, nuk e di glaukët edhe e 5-6, për shumë. Mi adhon edhe me kalu kë farë bugjeti. Nësë ne jaubin edhe këta qikët që ka përnu. Këta, dhe me thonë, mi adhon ja 5-6 vota, mi adhon, edhe këta dikush për dëkës, ta shok të dikush. Po dhe? Edhe mi adhonja 5-6 vota. Sherifi Koshok Vlad, për shumë Gjavit Halitin e Koshok. Po. Mi adhonja 5-6 vota, me kalu, dhe me thonë, bugjetit, edhe do mjetën nështë ta kënë dëgju, dhe me thonë, dhe bashkisë Evropiane njëna ofër 900 milion, 1 miliardin. Mi hupna. Po, ata i kishë marë, edhe ato i kishë marë. Edhe bane edhe mas 2-3 javë. Rëzane më rëpur? Ishtë i monë me që të pare të në? A e rëzët vetë një? 2-3 javë bane, uli më sanej edhe për caktoni datën e zjedhe edhe u kry kje punë. Po dhe? Edhe ka mirë me po presërën që miliard. Sërëzisht. është emediati është. Me up 1 miliard po nuk ka nevojë, ti nuk ke nevojë edhe me hinë qeveri, domethënë, pse me hinë qeveri? Mos hinë qeveri, jepja edhe 5-6 vota, jepja i krym çdo punë të mëdha buxheti, domethënë se po varen shumë 80.000 shërbim. Tanë bën ato procesin e mosbesimit, apo mosvotim shoh, është ajo në parlament të rrezuar. Rregull, s'kem problem, hiç. Kem afate kushtetuese, presidenti është aktive, hiç nuk ka të lash. Po dalmi te ishte burgosërit politik që njëri prej tyre jeti, edhe ke mojt koçë Shomburg. Servisë edhe diçka në hekat. Tamam këmoj, Po tamam, po edhe ke thonë që domethënë kanë rrohë dhe maltretuar shqiptarët aty. Po. Çka mendoni procesën ku pas mysafir në këtë studio edhe fatkeqësisht ishte burgosë politik që thonë që kanë mujt edhe ose kanë arrit me dekonspiru njëri tjetrin. Unë s'besoj për vete, po ai çështu ka thonë. Domethënë ne kemi pas Hasan Zenelin, i cili ka pretenduar që Najta Soni, i cili për cilin kam respekt shumë jashtëzakonisht, ti e din besoj, ka qenë i burgosët politik edhe njëri prej më së shumë ditrohurve prej në përburgje që ka qenë Aidi, njëri nga. Këto situata, do të thonë. Këto që ka dekonspiruar zero pa asgjë. Dëgjoj. Ti më shpun pyet çdo gjë. Këto situata janë spekulative. Do të thonë, këto situata janë spekulative dhe i bojnë njerëz të ligj. Ta kesh parasysh. E diskutojnë njerëz të ligj. Pra, asone ka po menon që është ligj. Po më intereson kush e ka bën, por njerëz të ligj i diskutojnë. Qëre, ne duhet njerëz të mirujt, me avarujt karakterin. Një Najt Hasan është, domethënë, Najt Hasani është një faktor tepër i rëndësishëm, i cili në gjykat ka thonë edhe nëse më jepni 100 vjet burg, unë e du Republikën. Ka thonë Najt Hasani? Absolutisht. E që shko mundësi me dekonspiru dika Najt Hasani? Ja, absolutisht nuk është. Këtë punësh në ato situata, e në nëbikëshyre ka qenë, atëherë Udba ka qenë shumë avancume, po nuk bën këtë sa në mi përmen, është likësi, duhet me këshyr vetën, me ndihmu. A di që është në Amerikë, nëse Sadria është i fort, një mëjnë të bëhet më i fort. Të na, nëse Sadria është i fort, më se levë më bëhet i fort. Gabim është. Edhe unë këtë ide kam. Po edhe ishte është e vërtet heqë ajo. Nuk mira me këto situata, këto janë situatat liga, këto situatat të cilë nuk duhet më marrë njerëz që kanë dhënë. Po jam unë gabu përshtypjen se ti e di që i ke shumë shok edhe këto situata do të thonë njeriu i cili nuk ka qenë shumë i vetëdijshëm për punën që ka bën, për atë dheun, për ushtrinë, për atjera, tani mirët me si farë punë, do të thonë njeri i cili mirët me punë të huaja, nuk mund të mirët edhe me punë të veta. Apo kupton? Këta njerëz përfundojnë keq në fund. Njeri i cili mirët me dikon tjetër. Këtë rast Hasani që Hasani ka thonë. Po më intereson kush nuk pin ja, domethënë po kush thot në përgjithësi, i cili mirët me. Ja thotë jam kombëtar veprimtar i Zahir Pajazitit.
te i kaloha këtë citat, dhe më thonë edhe nuk është mirë me folë keq për asë një luftetar. Ma shma ti për najt asonin, bo? Absolutisht. Do të kiti për prëfër, shumë. Prëf, a dolmi te se e kum lonë për fond një tim pak ma djeshme. A vlonë djeshme? Për feje ngena me folë.